Mirë, të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë ku do të ndalemi tashmë tek Kosova dhe Serbia. Fillimisht do ndjekim insertin dhe pas rikthehemi. Kanë kaluar plot një javë që kurse presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nënshkroi dekretin që i jep mandat Albin Kurtit për formuar qeverinë e re, që nga ajo kohë deri më sot kreu lëvizjes vetvendosje, partia e cila doli e para në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit nuk ka ndërmend asnjë hap për formimin e institucioneve të reja. Për analistin politik Agon Maliqi, kjo situatë është e çuditshme, me që në vlerësimin e tij Albin Kurti po dëshmon se nuk ka për synim krijimin e institucioneve të reja, por po kërkon të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në këtë situatë Maliqi beson se partitë politike duhet të votojnë një qeveri teknike, e cila do të miratonte buxhetin e vitit 2026, si dhe marrëveshjet ndërkombëtare që kanë mbetur peng. Mandatari ka plot 15 ditë kohë për të dorëzuar përbërjen e qeverisë dhe për të kërkuar miratimin e saj nga kuvendi. Qeveria e propozuar duhet siguroj të paktën 61 vota nga 120 deputet të mandatuar. Në rast se nuk arrihet kjo shumicë, presidenti Osmani ka detyrimin që brenda 10 ditësh të zhvillojë konsultime të reja me partitë dhe të vendosë për mandatarin me gjasat më të mëdha për formimin e qeverisë. Mandatari ka pastaj edhe 15 ditë të tjera për të dorëzuar përbërjen e re të kabinetit. Nëse qeveria nuk mund të formohet as pas përpjekjes së dytë, kushtetuta kërkon shpalljen e zgjedhjeve të reja brenda 40 ditësh. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Isem Berisha. Zoti Berisha, ju përshëndes. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Berisha, duke u ndalur tek inserti që sapo dëgjuam, pra janë bërë një javë ka kaluar që nga dekretimi i Kurtit, nga presidentja Vjosa Osmani dhe ende nuk kemi asnjë lëvizje konkrete pra për formimin e qeverisë. A mendoni se kjo është një strategji pra për të bërë nga njëra anë presion politik apo është një sinjal i qartë nga ana tjetër se kryeministri i Kosovës Albin Kurti synon zgjedhje të jashtëzakonshme? Tani, zgjedhja e jashtëzakonshme nuk janë synim vetëm i tij, këto janë mas gjoja po kërcënoi partitë e spektrit tjetër, duke aluduar në shumë elemente, do thotë të një fuqie të tjera politike, elektorale të tjera, mirë po zgjedhjet kanë treguar se ky ka psuar rënje. Kanë treguar edhe zgjedhjet nacionale të fundit që u majtën me 9 shkurt, sepse nga 48 deputet, 8 janë të aleatëve, domethënë ky ka rënë dikon në qenë si ishte 42%, ky ka rënë në 25% të votave, që do të thotë po lëviz shumë shpejt, një rapide drejt votave bazë të themelimit subjektit tje që nuk kalojnë 16%. Pra edhe nëse shkohen zgjedhje, ky do të sillet atë 16-22%, dhe këtë e din shumë mirë. Këtë ja treguan edhe zgjedhjet lokale, përkundër një mekanizmi të keqpërdorimit të votës me shumë forma. Nuk ka arriti do thotë të fitoj përveç atyre 3 komuna periferike që janë komunat vogla, nuk arriti të ketë fitore. Tani këtu tendencat pse ky i bën të lojra dhe pse ky po mundohet të ikë bërjes së qeverisë, sa më gjatë që të mundet. I kam elaboruar disa herë, e kam thënë edhe para zgjedhjes presidentit Trump, i kam përsëritur edhe pas zgjedhjes tij, dhe ky është zënë peng tani i vendimeve apo i marrëveshjeve ndërkombëtare, detyrimet nga cilat i ka pranuar, e detyrimet cilat janë edhe marrëveshjes si tilla janë ndesh me kushtetutën e Kosovës dhe me interesat e shtetit Kosovës. Pra, në esencë e cenojnë integritetin territorial të vendit duke krijuar një autonomi politike territoriale në një tretën e territorit, por si asociacion i hapur përfshin edhe të gjitha lokacionet e objekteve religjioze dhe vendbanimeve të tjera të vogla të komunitetit serb nëpër Kosovë. Dhe ky duhet të përballet me këtë implementim. Pastaj do të përballet me statutin që ka sjell Bashkimi Evropian, e që është i shkruar në Beograd, i cili është kushtetuta e kësaj autonomie territoriale politike, dhe ku do të instalohet më njëherë Komiteja Zyra për Kosovën si qeveri provizore. Ky i din mirë këto veprime që i ka bërë. E din mirë se do të përballet më njëherë me to. Prandaj po lufton me çdo kusht, o ta ndajë qeverisjen me dikë dhe ta ndajë edhe përgjegjësinë me këtë, ose të shkojnë në një qeveri provizore siç po flasin tash, por këta me një qëllim krejt tjetër. Jo në atë qeveri gjithëpërfshirës të siç kanë propozuar personalisht vetë dhe e kanë elaboruar edhe si program, edhe si kozgjatje, edhe detyra taksative, por një qeveri që këtij ja plotson atë kuadrin ligjor dhe e parafron për të ndarë përgjegjësinë ndaj
nëse trajtohet me gjuhën penale ndërkombëtare, tradhtisë që është bërë interesave të shtetit. E tash, po mundohet me çdo kusht që të ikë formimit të qeverisë dhe të ketë një qeveri ku do të bashkëndojë përgjegjësinë. Sinjalet e para të këtyre paradokseve po jepen tani me koalicionet që po krijohen në nivelet lokale, pra po përqafohen në dashuri të reja politike do t'i quajmë, të cilat s'kan as parime bazë mbi të cilat ndërtohet një filozofi politike, as moral, vetëm e përshfaqin etjen për pushtet. Pra, kjo nuk është kurfar parafrimi për interesat e qytetarit as vendit, por thjesht për karriken. Pra, këta janë personat, shife, na kemi krizë të identitetit të leadershipit politik në vendit tonë, të dy partive që veç u shpërfaqen tani me këto lloj dashuriqkash politike në nivel lokal, edhe Liga Demokratike, edhe Aleanca për Armiqin e Kosovës. Pra, janë liderët që Liga Demokratike, kryetari i saj ka deklaruar se nuk votojmë asgjë dhe askënd që vjen nga lëvizja vetëvendosje, se janë përcaktuar për qenë në opozitë. Dhe tani po më duket e kanë pa atë Karimi që kanë paralajmëruar prej kuar se ky do ta mbajë këtë krizë derisa ta kalojë përtej ballotazhev edhe dalin në periudhën kur duhet zgjedhet presidentin. Në fakt se nuk po paragjykoj se do të jetë kjo, por është duke zhvilluar kjo. Edhe tani në këtë lëvizje po afron karrotën tek personat që e kanë ambicien për qenë kryeministër vendit gjithmonë në koalicion me Albin Kurtin. Dhe shenjat e para të këtij degradimi ka dhënë vetë Liga Demokratike me koalicionet që përfojmojnë. Këto jo bën jashtë statutit partisë, pa dijenit partisë, to janë teori sa për të mbuluar radhën, këto nuk qëndrojnë. Se nuk mundet me vepru askush brenda një subjekti kokën vete, se ka strukturë veprimi. Mirë po tash po kthehem të shkelja e parimeve. Pra, e kanë quajtur në një periudhë vetë Kurtin e kanë quajtur rrezik kombëtar. Pastaj ky personalisht i ka ndërsjellë se ka etiketuar të dy këto parti, edhe neve, edhe gjithë spektrin politik, si produkt serb dhe rus. Pastaj e kanë quajtur ndërsjellë as prap kryetari i Aleancës që tash po bën koalicion në fushë Kosovë, e ka quajtur agjenturë serbe dhe ruse. Njëri që po ndon Kosovën, që po përplas SHBA-n, po krijon përplasje me SHBA-n, që po izolon vendin e tjera. Po edhe ky ka quajtur tradhtarë që janë bashkëndim me Vučićin dhe Beogradin. Pra, dhe për interesat vogla lokale, po i hapin derën dhe mundësinë vetvetes që subordinohen në qeverisjen qendrore. Kështu që gjitha këto shtyrje, domethënë ose mos zërim fare për atë se apo përgatitet, çka po përgatitet tjera, po tenton ta ruaj atë konfidencialitetin, të nxit kurreshtin dhe të mobilizoj edhe spektrin tjetër politik, edhe qytetarët, po edhe mediat e gjithë neve që bëjmë analiza. E tani, pse po bën këtë? A mund të krijojë një befasi ky të papritur dhe që do të stabilizoj vendin në procesin politik jo? Këtë brum që ka, me këtë do të gatuaj. Ky erdhi me ekipin e parë, që në vitin 19 kur fitoi, në vitin 20 kur e bëri ra për 52 ditë për shkak se kishte shkel vijat e kuqe në raport me interesat e gjeostrategjinë amerikane në rajon. E mori këta 21, 25 dhe shikojeni çfarë ka sot në Kosovë. Domethënë, asgjë, asnjë zhvillim, asnjë investim, asnjë përparim, asnjë ecë përpara, përveç se regres. Edhe në ekonomi, edhe në zhvillim, edhe në infrastrukturë, edhe politikat brendshme, edhe të jashtme, atërim raportesh me BE, masa nga BE-ja, sanksione sot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra ndërprerja e dialogut strategjik janë sanksione të pastra. Ne jemi në pozicionin e njëjtë në raport me BE-n dhe SHBA-t jemi në raport njëjtë siç është sot Putini dhe Rusia. Dhe tani këta po i hapin, ky po mundohet që të krijojë të qëndroj dhe të detyroj apo të josh përmes karroca, po për shkak të ndonjë agjende të përbashkët shife. Unë këta nuk i shoh këtu bashkëlehtësisht si rastësi që po parafrohen, edhe se pas kanë interesin kombëtar prioritet. Jo. Unë këta njerëz i shoh më shumë si janë peng një zinxhiri ndikimit që fillon që nga Soros, se presidentja janë $180,000, $160,000 është vetë kryetari i LDK-s, Albini është bursisti i Sorosit. Dhe këta janë një ekip që kanë detyrime dhe këto fillojnë nga Soros dhe kalojnë pastaj përmes agjenturave të tij, që i ka edhe në Beograd, po edhe në Tiranën tonë të tashme, edhe në Prishtinë dhe po mbajnë gjallë vetën që me i shërby interesave të huaja, po jo interesit të Kosovës. Kështu që e tham me plot kohë
Kam qenë dëshmitar I vitit dikund 23, po kur urzua ky për herë të parë dhe provoj pastaj të bënd të prapë qeveri 21-22 dhe u fut në listën e zezë, parashikoi të shpallën non grata, kishte një afat 181 ditor. Dhe ka qenë deklarata presidentes Osmani kur thot e shpëtova nga non grata. Sot Albin Kurti është non grata e heshtur dhe kjo heshtje po bëhet vetëm për të mos e poshtruar publikisht shtetin dhe qytetarët e Kosovës. Pra, këta partitë që janë po fillojnë të shfaqin këso far hipokrizisht të ofru për koalicione ku ta diune, po I japin oksigjen për mbijetesë në kurrizim të interesave të shtetit. E kjo mendoj se është një situatë kur rolin kryesor tani duhet me marrë qytetarë, sepse kjo nuk është politikë, po kjo është një lloj dorëzimi. Pra tregtia e ulët me dinjitetin kombëtar dhe në këtë lloj pes do ta quaj, nuk dallohen më të majtë djathtë, ka vetëm përfshirë dhe ka të nënshtruar, cili është cili veç po dihet. Pra janë pengja e atij zinxhirit përbashkët që I dirigjon, që nga lidhjet që kanë mes Rosin e deri tek politikat, të cilat sot po hetohen në SBA, hapur po flet presidenti Trump për hetimin e ndikimit të politikave, dhe unë besoj se Kosova më spaku ka nevojë për këtë lloj dashurie politike, dhe ka nevojë, është jetike, që sot ketë një katarsis politik, një katarsis kombëtar për të shpëtuar një herë mirë nga kjo strukturë. Unë s'po predikoj këtu të ketë në luftë apo ku ta diun civile apo çfarë pretendon Albin Kurti dhe pozicionon ta çoj popullin në drejtim, por një bashkim për të mbrojtur dinjitetin e shtetit dhe aleancën që e kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka më kohë kompromisesh. Ajo kohë ka mbaruar me Kurtin, është provuar tash sa vite. Kanë provuar amerikanët nga politikat nga më të ndryshmet për ta shpëtuar situatën në emër të Kosovës, duke paralajmëruar se po shkelet demokracia, po devijohet kursi I demokracisë dhe këta kanë quajtur si interferim në politikën e brendshme. Imagjino referohem deklaratës së presidentes vendit, ne jemi shtet sovran dhe marrim vendime sovrane në raport me kënd, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, po shihet se kjo klasë politike gjithë këto vite lëri nuk po reformohet dhe unë mendoj se është populli ai që duhet ta reformojë këto me votë, edhe me një lloj mos dëgjueshmërie qytetare apo një refuzim total çdo mashtrimi të ri politik që po pretendohet të bëhet tash me formimin gjatë të qeverisë Kurti 3. Pra duhet të kthehemi tek parimet e shnosha me të cilat është ndërtuar demokracia e Kosovës me asistencën direkte të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe vendet demokratike të Evropë dhe në misi të përhershme që kemi ruajtur me SBA duke respektuar gjithmonë ndershmërinë politike. E qartë, zoti Berisha, shumë të tjerë sugjerojnë edhe krijimin e një qeverie teknike, pra sigurisht për të miratuar buxhetin dhe marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat ashtu si e tham kanë mbetur edhe pezull. Ju si shikoni këtë ide pra nga pozicioni I PDK-s dhe a do t'jeni ju që do ta mbështesni një qeveri teknike në këto rrethana që jemi aktualisht? Shife, qeveria teknike nuk është zgjidhja. Qeveria teknike është ruajtje status quo-s dhe çka po flitet, miratimin e buxhetit, cili buxhet? 3.6 miliard ka qenë buxheti I fundit. Qartë. Le të ma thonë një investim 1 milionsh. Sepse s'ka pas institucione. Qeveria ka qenë kundërstare, filloi ajo me aloku buxhete me dhon shapodivën 100 euro atë studentat e paku për familjet nevojë ku ta diune. Po këto janë abuzim me buxhetin. Gjykata Supreme e Kosovës I ka nxjerrë jashtë loje, I ka quajtur jashtëligjshëm. Nuk kanë guxim ju e pat institucione dhe shtete serioze, ishte përfaqësuesi I NATO-s, ishte përfaqësuesi I Bashkimit Evropian e të tjerë, nuk e takuan në objektet të qeverisë, sepse ata kanë kulturë shtetërore dhe institucionale. Nuk futet në objektin e qeverisë me një person se gjykata e vet supreme I ka thënë, ti s'guxon me u fut aty, është abuzim. Qartë. Tani, këta abuzojnë sepse e dhunojnë shtetin. Abuzojnë sepse nuk ka qytetarët e Kosovës që kanë humbur dinjitetin. Për shkak të lodhjes nga çështjet sociale, varfëria, mos perspektiva, ikja, të rinjt nuk mendojnë më për dinjitetin personal dhe dinjitetin familjar dhe kombëtar shtetëror, por shohin si ta bëjnë një zgjidhje të shpëtojnë nga kjo shoqëri, ky pushtet që është krijuar në Kosovë. Dhe prandaj ky abuzon me shtetin se s'ka kush I del tek porta, nuk ka qytetarë që e rrethojnë kuvendin, 24 orë ju japin ultimatum ose I fusin në kontat mbeturinave.
Prandaj ka ra digniteti qytetar. Shoqëria civile janë të kapur. Unë kam pa një sinjal, një fije shpresë kur dolën me ato karrigat, thashë se po vehen lëvizje. Por jo, jetë të kapur në çka? Në do buxhete që do të mjavon ministrite, ku ta diunë do projekte, do sene. Për ka 10.000 euro, 15.000 euro, e lojnë e shesin me shtete, me pushtete, me dignitet. Prandaj Kosova është në gjendje kritike, prandaj dhe i thash ato çfarë i thash se ne duhet t'i kthehemi parimeve të ndershme mbi të cilat e kanë ndërtuar shtetin dhe të respektojmë paralajmërimet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që e kanë parë se po devijon Kosova nga kursi demokratik. Çka duhet më tepër? Me u thonë këtyre liderëve politik, këtyre partive, se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë po kërkojmë lider tjetër. Ky nuk bën. Ky përbën rrezik për interesat e Kosovës dhe të SBA-ve në rajon. Dhe çka duhet më na thonë tjetër? Më na shpall në grata apo më na thonë, më na i çel letrat e mi pana se ky njeri realizon ambicet e atyre që nuk e shohin Kosovën shtet? E që lidhen me këtë projektin e ri të Euroasiatik, të Rusisë, Kinës, Brazilit, BRICS-in. Pra, ne jemi në situatë kur kemi problem, jo vetëm me krizën e identitetit leadershipit, që janë peng i të kaluarës tyre dhe instruksionet që marrin drejt për drejt nga Sorosi që janë buxhetuar, e pranove dhuratën, e humbe të drejtën, kështu na mësonin drejtësi. Dhe këta zotëri kanë pranuar dhuratën, janë produkti i Sorosit. Dhe këta do të shohin me ato politikat e zhberjes së shteteve duke krijuar korporata të mëdha ku nuk ke identitet. Prandaj edhe ju flen kjo situatë që kanë krijuar në raport me Serbinë, ku s'kemi as ratifikim kufish, as marrëveshje finale, edhe luajnë rolin sikur gjithçka është okay, ja na kemi kaprën, cili veri. Se po kalojmë nga tema në temë. A krijuam pretekstin? E krijuam pretekstin. Futem atëherë reciprocitetin nëse të kujtohet, Shtetet e Bashkuara na thonin, na jepni afat edhe një muaj. E që ne u deshte atëherë ish kryeministri Haradinaj, ty jepte edhe një vit se po ta kërkojnë Shtetet e Bashkuara. Ata të kanë ndihmu me u liru, kur ata kanë mendu se ti duhet me u liru. Se na luftë për organizime për luftë kemi bo, prej se egzistojmë në regjimin komunist Jugosllavis, ose si sot fishta i madh, në minit shojt ata kanë shej vetin qiell i dhej. Domethënë prej se egzistojmë jemi në armiqësi. Por asnjëherë se arritën fitoren derisa Amerika nuk vendosi. Ta lypin një muaj për çështjen e reciprocitetit me hiç. Nuk e hoqën. Çfarë ndodhi? E futëm Kosovën në krizat barikadave. Arrestuam një policë dhe u larguan të gjithë serbët nga gjitha institucionet e Kosovës. I humbën 5 vite të shit patriotizëm në veri, futën makinat policisë me uniformat policisë, pastaj deleveshu civile dhe popim kafe në veri. Si bën këto improvizime në dëm të sigurisë kombëtare dhe të interesit shtetit? Këto vetëm armiqtë e vendit e bojnë. Kështu kanë vepruar ministri Fesla, ai tjetri ai i minoritetit, çfarë ai Krasniqi, derisa Kfori ka kapur makina dhe i kanë kthyr brenda. S'ka dashur me na degeneru me qit publikisht, se këta kanë sunduar edhe median. Pra, edhe çfarë kemi sot mas 5 viteve apo 6 po bon që bën këto farë heroizma, patriotizma në përveri. E kemi pra një Kosovë ku tani me zgjedhje të rregullta, nuk na u heqën masat sankcionuese të BE-s për shkak sipas marrëveshjes së Bratislavës, që ishte deeskalimi, sepse s'leje Serbia me bë deeskalimin, s'na la me bë referendumin, se tani ja kem kriju vetë një çasën me pengu procesin shtetëror të Kosovës. Sot me zgjedhje po kthehen të gjithë në institucione. Tani ati zotërisë që komandonte si zëvendës komandant atje ai Elxhani në veri, i vjen drejtori serb aty se është parashikuar me ligj atje me qenë serb, dhe çka përfituam na për 5 vite? Përveç sanksionet nga BE dhe sanksionet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe izolim total të vendit. Çka përfituam 5 vite? Cili është ai patriotizëm? Cila është ajo liria dhe shtrihje e pushtetit në veri? Urnota shtria e pushtetit. Çka nëse vinë ata nesër në komuna e ta heqin flamurin e Kosovës e ta vendosin të Serbisë? Çfarë do të bëjmë? Pra shifte ku kanë fut vendin kjo klos. Prandaj e bëra thirrën se këtu qytetarë duhet ta shfaqin forcën e dinitetit tyre, po them forcën e revolucioneve në Shamia të Kuqe që ka bërë Albin Kurti me kallë institucione me sulmu policinë. Jo, janë produkti i gjakut ton, i djersës ton, i sakrificës të popullit. Por forcën e dinitetit tyre të bllokohet qeveria, nuk mundet as shteti as kërkush kundër popullit, se në fundit edhe shteti është popull. Zotë Berisha, çfarë ndodh? Këta duhet t'i heqim me mjetin vot dhe forma tjera pa dëgjueshmërie nga institucionet dhe ta shpëtojmë Kosovën dhe vetveten tonë nga kjo ku po e quajnë Kosovën ta. E qartë, por çfarë do ndodh nëse Kosova pra hyn në një periudhë ku institucionet nuk do të formohen? Çfarë mesazhi do i dërgojë kjo partnerëve ndërkombëtar, por veçanërisht edhe atyre që ndjekin dhe procesin e integrimit evropian edhe marrëveshje strategjike? Unë mendoj që kjo është një marrëveshje strategjike, që do të jetë një marrëveshje që do të përmirësojë situatën e Kosovës,
për 100 vite studime, 100 vite sundim serb, që nga mbretëritë e bashkuara, mbretëritë serbe atëherë deri më sot, deri në kohën e Miloševićit që kemi rrezu. Këta kanë provuar të instalojnë në mendjen dhe psikën e shqiptarëve se dhe të botës marë, se shqiptarët nuk janë të aftë të mbajnë shtet. Dhe kjo çfarë po ndodh, që nga viti 2019, kur në pushtet ka ardhur ky person, apo që nga 97 takimi Brezovicës, ku Stanishiqi ka thirrë gjithë argatët e vet atje. Dhe ju ka dhënë detyrë dhe keni Baton Haxhiun në Prishtinë, në Tiranë keni. Thirrne, thuj ka thonë Silë Berisha dilet e shmo, si e ke marrë detyrë me integrue, me infiltrua Albin Kurtin në procesin politik, duke e fut në Union Studentëve Sfari. Duke formu kanin me atë rikallon e me do tjerë që tash bosi ku i lufton. Duke kriju lëvizjen e cila ka refuzu çdo veprim përfshi dhe luftën e drejtë e pavarësia. E formimi ushtrisë e ka refuzu në emër do kauzave që i krijon me Recep Qosën e me këta akademik tonë që sot Qosë Adacje po preferojnë me i korrigju kufit duke shkëmby territore. Pra, këta tregojnë janë akademik që i kanë marrë titujt nga komiteti centralni komitet SKU, komiteti qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Sepse sot ata janë akademik, dhe imagjinoni për fatkeqësinë tonë. Veç vënin komparacion me Dobrica Ćosićin, akademikun e fundit serb që nga Garashenini e këtu. Këta predikojnë ndrim territorësh e çka me ndru për te kufive të Kosovës është prapë Shqipëri. Prapë janë shqiptarë. Pra, ta po thojnë, o burrat që japim do toka shqiptare e ti marrim do fshatrat Luginës. Po jo më zotni, edhe Lugina o term slav. Kosovës lindore nuk i thojnë asnjëherë, Lugini thojnë. Siç i thojnë edhe serbët. Pra, këta janë autoritetet që përfaqësojnë interesat strategjike të Serbisë, sepse janë akademik që i ka bërë Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Përfshi Qosën që ka qenë antar qylmor shtre i Mladi si ka pas them në që ka këtu prime shumë Kosovë. Pra, Ranković, Mladi Rankovićevci, Rankovićet të rinj. Synimi i tyre ka qenë eliminimi i kulturave komsive, domethënë edhe ne shqiptarëve, dhe krijimi i kulturës jugoslave. Dhe tani vjen ky Recep Qosë, e ai dati tjetër që nuk shkon atje në Preshevë, e më u bë deputet në Parlament Serbisë. Aty mi bën luftën për shqiptarët, po vjen do me na bë rrugovën tonë në Kosovë. E Recep Qosë më shkon vutaj e më bën shqiptarin e madh në Parlament Mali Zie mi mbrojt drejtat e tyre që sot i kanë zhdu. Shqiptarët numëron gishta sa kanë met në ato treva, por vjen në bën atë dhëtarin e trunin e Albin Kurtit, i cili po ashtu duhet më shku më bë deputet atje në vendlindjet vet, e me bë luftën për shqiptarët dhe çështën shqiptar në Mazi, e në Serbi, e në Maqedoni, e në Çamëri ata tjuv të tjera. Se Kosova e ka pas një Ibrahim Rugov, një Adem Jashar, një Hashem Thaç që ka po shtet pavarur, dhe sot nuk ka nevojë për këto teoricien, demagog bosh akademik që vinë na nxisin tema për shkëmbim territorësh, për korrigjim kufish. Kosova ka dhënë verdiktin e vet, ka shpall pavarësinë, ka kufi që ja kanë njohur ndërkombëtarisht me theks Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, kur flas këtu, mesazhi që ta po përqojnë është pasja për me mbajtë shtet. Unë kam shumë shpresë se në drejtën ndërkombëtare është një institut R2P, Right to Protect, kur shtetet popujt dështojnë të mbrojnë institucionet e veta. Dhe shtetin e vet, atëherë në bazë drejtën ndërkombëtare, fuqitë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të drejtë të ndërhyjnë. Sepse është investim i krejt bashkisë ndërkombëtare, por me theks i liderit kryesor, aleatit tonë kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta bërë këtë shtet edhe në aspektin gjeostrategjik të Amerikës, por edhe në aspektin strategjik shqiptarëve që duan lirinë dhe demokracinë. Fatkeqësia është të vjen një klasë e tillë politike dhe gjen lider pa përgatitur, lider që kanë krizë identiteti, edhe njerëzit me krizë identiteti janë të rrezikshëm. Monin mend, filozofia e njeh shumë të tillë, po një ndërta është Hitleri. Adolf Hitler ka pas krizë identitetit vet. Dhe është kthyer në rrezik të komunitetit që ai e përfaqëson. Tipike për leadershipin e sotëm Kosovë, në veçantë Albin Kurtin. Qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur sepse jemi në fund, ka pasur një përplasje mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe kryeministrit Kosovës Albin Kurti një ditë para se të zhvillojë edhe protesta në mbështetje të UÇK. Si e keni parë këtë përplasje mes dy liderëve? Rivalitet për të marrë pozicionin e të parit në raport me Soros. Dhe tubimin çdo zë që është pro mbështetjes të drejtës imazhit të ushtrisë të Kosovës e mbështes dhe duhet mbështetur mbi atë motivin një kom një qëndrim, siç e kemi bërë. Por atje u realizuan disa aspekte. Në aspektin emocional, ishte kategoria emocionale që dëshiron të jetë pjesë të saj. Janë për të respektuar sepse respektojnë atë vlerë. Në aspektin moral,
ishin ata që duhej moralisht të mbuloheshin apo të jenë aty dhe një kategori pastaj të spastrohen për shkak se ndjen pengjes kaluarës tyre kanë deficit në atë se nuk kanë qenë anë dur të historisë në atë kohë. Janë edhe ata që duhet të jenë aty sepse duhet shihen, janë kategoria politike, duhet shihen për skaj popullit e për krejt dhe ato që kes nëse duhen me të skenë politike dhe e fundit është kategoria që në vend se të përdorte mbulesën morale të jetë atje, ata qëndruan në Prishtinë dhe filluan të quajnë se të gjithë ata në rreshtin e parë janë bashkëpunëtorë të atij shehollit, të atij spionit, të shehollit që është arrestuar. Imagjinon rreshtin e parë kishte luftëtarë të mëdhaj, ishte edhe vetë kryetari i veteranëve që është pa këmbë. Ishte edhe Ferhat Ademaj që i ka luftar që i ka humbë 2 këmbët në koshare, i kish këmbët proteza dhe unë ja kam falë një uniformë të FSK-s kur kam dalë në pension parakoshëm dhe ishte vesh në atë uniformë dhe këta quajten bashkëpunëtorë të Serbisë, e quajten spion Serbisë. E quajten Ali Ahmetin një sheholl në liri. Një njeri që është ABC-ja organizimit të krejt deri te lufta, sikur të kishte qenë i dyshim sipas këtij spionit dhe antarit të organizatës së popullit, organizatorit të gjitha vrasjeve në perëndim gjatë regjimit jugosllav në emër të UDBA-s dhe tani me syrin e popullit ju e dini atë idenë për të bërë Hashimin edhe krejt leadershipin, profesor doktor që titulli doktor tash i kanë marrë gjithë këta lakejt për rreth Albinit, sepse ju duhen për mbulesë, por sa drejta më baja. Dhe e qun Ali Ahmetin shehollin liri. A ka fyri më të madhe? Një njeri që ka qenë të gjithë hapat e procesit deri tek pavarësia ose tek karakteri deri tek të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, duke u kthyer në element shtetformues atje, të cilën tani po e rënojnë pikërisht argat e Albinit. Imagjinoni Kërçova që kur s'ka qenë udhëhequr nga Maqedon, tani ran dur tyne me mbështetjen e këtij far organizimit Vlena, çai thonë që ka kriju Albin Kurti. E në Shqipëri nuk ka rritje, sepse Edi Rama me gjithatë është shumë i madh në krahasim me këtë, jo vetëm fizikisht, se si vjen as të rripi, por edhe në aspektin e veprave që ka bërë për shtetin, në aspektin politik. Prandaj, në vend se të liderët e 3-4 shtete ku jemi të shtrirë, të bashkohen, të kemi një strategji të përbashkët, jo për bërë invazion në shtete të tjera, por aty ku kemi kriju identitet, ta forcojmë, ta fuqizojmë, aty ku i kemi shqiptarët ende në Sanxhake, në Kosovë lindore, të rënuar, të shtypur, e në Qamëri që jau kanë shku dhe identitetin edhe e varët, aty të luftojmë t'ja u kthejmë identitetin. Ta ndërtojmë identitetin e tyre politik dhe territorial, aty ku janë. E jo të kërkojmë bartjet qytetarëve nga Lugina për shefës në Kosovë, siç ka bë presidentja jonë në ka sjell letër, dokument në Komisionin për Siguri dhe Mbrojtje që procedurat për dhënie të shtetësisë për shqiptarët e Kosovës lindore të shkurtohen më njëherë dhe t'ju jepet më njëherë shtetësia. E dini çfarë është kjo? Në vitin 45 deri në vitin 51 në Shqipëri kanë jetuar gjithçamt. I ka mbajtur mendima krejt Mbretëria e Bashkuar. Në vitin 51 Partia Komuniste Greke ndërhyn tek Partia Komuniste e Shqipërisë dhe kërkon që t'ju jepet shtetësia të gjithçamve. Dhe u japin shtetësinë. Çfarë ndodhi? U zhduken çamt. Sepse u bën shqiptar Shqipërisë, e humbën shtetësinë e greke, u ashuan adresat sepse ligji e ka një limit kohor sa guxon me nejt pa u lajmëruar fare në adresë tonë në shtet tjetër dhe u shuan adresat, i humbën pronat, e humbën identitetin qam në Greqi dhe mbeten shqiptar Shqipërisë dhe sot i kanë në Turqi, i kanë për këtë botë. Njëjtë ka vepruar me këtë tradhti në vitin 84, regjimi shqipniste mori vesh se çka ka bërë, po ishte vonë. Unë e majnë mend kur Sali Berisha si president i parë i thot Mitsotakis, i thot sjell çamet po bëjmë Qamërinë. S'ka çam thot. Njëjtën gjë sot e bëni Vjosa Osmani me shqiptarët e Luginës, e Kosovës lindore. Pra, këto janë defektet që po i krijojnë ky leadership, e që unë mendoj qytetarët shqiptarë nëse kanë ngel, sa do pak shqiptar, e kanë një grim dignitet kombëtar, duhet një herë mirë t'i thonë ju. Duhet t'i thonë ju sepse e kemë mbrapa edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i kanë interesat gjeostrategjike që i përputhen me interesat kombëtare të shqiptarëve. E qartë. Mirë, zoti Berisha, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi.
Faleminderit për interesin. Mirë, ishim me zotin Isem Berisha, do të bëjmë tashmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam në pjesën e parë dhe çfarë diskutuam në pjesën e dytë. Ndalëm nga lindja e mesme ku armë pushimi në Gaza po vihet sërish në provë dhe nga Kevi zhgënjur nga refuzimi i Trump për raketat Tomahawk deri tek politika brenda Kosovës, ku Albin Kurti akuzohet për heshtje në formimin e qeverisë së re dhe për plasje dramatike mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe Ramës, pra që ndes edhe tensionet në Ballkan. Ne me kaq po mbyllim për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e shtunë.